Përshëndetje këtu nga mesi I Londrës në Sloane Square, ca pamje të mrekullueshme, siç po I shihni edhe vetë. Por nuk është vetëm pamje që duhet ndaj me ju sonte, është edhe diçka shumë interesante dhe shumë prekse, që ka krijuar një shoqat bamirëse e quajtur Royal Marsden Charity. Këto kanë një spital shumë të madh këtu disa kilometra nga Sloane Square dhe trajtojnë shumë njerëz me smundjen e kancerit. Ndryshimi një trëndafili për ata që na mungojnë, kopshti Memorial I Royal Marsden Sloane Square, siç është edhe titulli I kësaj video, kështu e kanë quajtur edhe këto garden këtu në Sloane Square. Edhe siç po hecja këtu në Sloane Square, mes diçka e vërtet të bukur, në kopshtin Memorial të Royal Garden është mbushur, kopshti Memorial I Royal Garden është mbushur me qindra trëndafila të bardhë që ndryshojnë, secili I dedikuar dikujt të dashur, dikujt që na mungon, dikujt që kujtohet më madh. Çdo dritë përfaqëson një histori, një familje, një jetë të prekur nga kanceri. Teksa qëndroja aty duke parë trëndafilat që ndriçonin butë në errësirë, ndjeva sikur gjitha ata kujtime bashkohen për të krijuar një kopsht shpresë. Një kujtesë se edhe pse njerëzit tanë të dashur nuk janë më, drita atyre vazhdon të shkëlqejë. Çdo donacion dhe çdo trëndafil është një akt I vogël dashurie, një premtim se ata kur nuk do të harrohen. Dhe ky kopsht nuk është thjesht një installation, por është edhe një mesazh. Një mesazh që dhimbja mund të ndahet, që shërimi kërkon kohë dhe së bashku mund të mbështesim punën që sjell shpresë për kaq shumë njerëz që përballen me kancerin sot. Dhe për këto që ka dashur dhe ka humbur dikë, ky vend mban emrat e tyre me çdo dritë. Dhe përpara se ta mbyll, përveç pamjeve shumë të bukura që po I shikoni dhe po I shikoj edhe unë bashkë me ju, dua të vë në dukje punën e jashtëzakonshme që bën Royal Marsden Cancer Charity. Përkushtrimi, dashuria dhe angazhimi I tyre për të ndihmuar pacientët dhe familjet është vërtet frymëzuese. Çdo trëndafil këtu nuk është vetëm një simbol kujtimi, por edhe një kujtesë e punës së tyre që ndryshon jetë çdo ditë. Donacionet sado të vogla ndihmojnë në financimin e kërkimeve, trajtimeve dhe shpresës. Ato I japin forcë familjeve, ngrohtësi atyre që po përballen me vështirësi dhe mbështetje këtyre njerëzve që punojnë në spital. Punojnë paulozur. Nëse keni mundësi të dhuroni, ndjeni se kontributivi juaj mund të bëjë një ndryshim, vërtet, së bashku mund të ndihmojmë shumë njerëz, të shpëtojmë më shumë jetë dhe të mbajmë më të ndezur dritën e shpresës. Ju falenderoj shumë nga zemra, shihemi